po e them me keqardhje, po ky është realitet dhe duhet kuptohet që përballë realitetit qëndron vetëm realiteti, sikur të kishme u hartu ose të kishme u apelu kudo në botë që t'ju thuhet të hartojnë një strategji për me shkatru Kosovën, nuk e besoj që dikush kish ditë me mendu ma keq dhe ma zi se që ja kanë ba vetë Kosovarët Kosovës në aspektin ekonomik dhe sot jemi një shtet ku jemi të mbarur nga importi. Me importin më të madh në rajon. Pse ka ndodhur kjo, zoti Gerxhaliu? Po, ne kemi pas society, kemi pas projekte të mëdha, ka pas njerëz që kanë qenë gatshëm me investu. Ju thatë, nuk është e vërtetë, kanë pas brende të mëdha në Kosovë që kanë qenë të interesuar. Pse? Çu shpjegohet kjo? Definitivisht do thotë tentativa për interes dhe për profitime të grupeve të caktuara të interesit e ka dëmtuar Kosovën shumë, dhe në aspektin institucional, po e them me keqardhje, dikush në qeveri për të fituar 1.000 euro e dëmton shtetin 1 milion euro dhe 5 parë jep. Do thotë ne flasim për shtet, po shumë pak bajmë për shtet dhe në këtë drejtim besoj ky është mëkati më i madh. Ne nuk duhet me fjalë ta duam Kosovën, po duhet me vepra. Sot krimi i vendit të reja të punës, përmirësimi i bilancit të pagesave, teknologjia moderne, një edukim koherent me kohën dhe mbështetja e sektorit privat është garancë e ardhmërisë. Nuk jetohet vetëm nga remitanca dhe nga gjinshmëria e sektorit privat, sepse e pranum apo jo, sot ekonomia kosovare është duke u zhvilluar në mënyrë organike, është në autopilot, me qeveri, pa qeveri, me shtet, pa shtet. Po është mëshirë të fatit, një farë shabloni që nuk... Kjo është mëkate dhe kur bisedon sot me 100 biznismen më të mëdhej, vetëm kërkesë që kanë nga qeveria është mos na pengo, s'keni nevojë me na ndihmu. Cilat janë pengesat që kanë ndodhur ndër vite, edhe pikë kësaj qeveri, edhe pikë qeverive të kaluara? E thatë logjikën, ka qenë gjendje për një përfitim 1.000 euro ose 1 milion euro, mi shkaktu dom enorm shtetit. Nuk do nësë po të mështej shumë pyetje, nuk do në po flasëm për gjithë të brende, cilat kanë qenë të interesuar nuk vinë. Po flasëm për shqitorin, po flasëm për gjithë të pare vrejt, do me thonë që nuk ka të bëjë me mosdije. Ka qenë shumë shqetësuese për mua kur kam pas për shembull brend ndërkombëtar që sot është lider kudo në botë, jem taku me X kryeministrin, kam përkthy ose gjermanisht ose anglisht, çdo ka qenë rregull, hala pa dalë pe qeverisë, një ndër këshilltarët e tyre e thirr në telefon thotë tani tutje mos bisedo me kërkon, duhet vetëm me mua me bisedu. Dhe cili investori huj e pranon diçka të tillë. Dhe njerëz do gazhajm. Keni ndërmendësuar një gigant të madh ndërkombëtar, e keni pru, është ta ku me kryeministrin, mas të dalë pi aty këshilltari kanë s'keni nevojë me fol me kërkon tjetër, po doni me fol për këtij momentit veç me mua. Absolut, kjo është më së vërtetë. S'po insistoj pas luftës. Jo një herë, po shumë herë. Edhe dyta që është më interesant, do thotë tentativa korruptive atëherë zot Gerxhaliu. Po unë besoj që do të flitet për korrupsion në Kosovë dhe të thuhet që nuk ekziston apo nuk ka ekzistuar është amoral. Shpjegohet kjo, por derisa ju keni ndërmjetësuar, keni qenë kryetari i Holdës Ekonomike, ose për te asaj, edhe thotë këshilltari, një këshilltar. Ti s'mundesh me fol me kërkon përveç meje? Është e vërtetë dhe në këtë drejtim tentativa për të centralizuar dhe tentativa për të grabitur çdo gjë vërtet ka qenë shumë e madhe dhe në këtë drejtim po e them edhe një gjë tjetër. Në 12 qershor 1999 Kosova është lirua, po. Me 14 qershor të vitit 1999 në Kosovë kanë qenë më tepër se 845 ndërmarrje aktive shoqërore dhe publike. Në atë kohë në Kosovë keni pas 27.800 hektar tokë punuar dhe tash jemi 20 e sa vite mrapa, apo veç 10 vite pas 1999, sa ndërmarrje aktive i ki dhe çka është bërë me ato ndërmarrje përveç që ndërtesa apo objekte banesore. Do thotë, këtë dokument e keni në 2 librat e Ismail Kastratit dhe e keni në një hulumtim të rinvesit. Nuk janë këto fjalë që po janë do të thotë dokument zyrtar. Dhe të arrish për një kohë të shkurt, të shkatrosh 845 ndërmarrje aktive, duhet me konë vërtet një fuqi e negativitetit. 845 ndërmarrje aktive kemi 845 për përfundimit luftës. Po, dhe në këtë drejtim do thotë kjo është ajo që vërtet e ka godit Kosovën, sepse nuk është kriju një kontinuitet i ekonomizimit. Kosova ka pas kuadro, ti ke pas për shembull po e përmeni një Nazmi Mustaf që ka qenë ministër, ti ke pas një Mohamed Musaf, ti ke pas një Is, ti ke pas, do thotë, kush e barti tranzicioni me sukses në Sloveni? Ata që në vitet 70-80 kanë qenë me Slovenin, një Jansha, një Kuçan, një Drnoshek dhe sot janë hero që kanë mbajt dhe e kanë
pru nivelin e jetesës të Slovenisë dhe standardin në këtë nivel. Prandaj, në Kosovë, si duket, lufta e parë ka qenë eliminimi intelektualëve dhe i dijenisë, dhe e dyta do të thotë tentativa për vllavuar, po vërtet potencialet kanë qenë shumë të mëdha, sot ato kompani janë të gjitha të rrafshuara e objekte. Nëse shkojmë me këtë trend, cili ka me qenë fat i arshëm në aspektin ekonomik të shtetit, so ka më rreziku shtetin, asot jena shteti ma shumë të import në rajon. Nëse shkojmë në këtë logjik, numrat janë shumë të mërshëm, po flitet si mas 20-30 vjetë, po flasëm për numër të vogël banore, kemi me deri 200.000-300.000 të kurja është normale, për dirisa një pjesë sikun, edhe pa mundësia për me shtu familjen, më rritë ma shumë për shkak gjendës rënë ekonomike, e përkufizon, tash ma analizohet dhe bod një farkonize e menazimit të familjes. Jënë shifrat e të mërshme. Ka shkojmë, ku e parashenë se vazhdojt me këtë trend, nuk merën këto masa, na njekë një logik, vetëm një pjesë të një eksperienca cilat i tregove, na njekë edhe për të ditët të arshme, cili ka me qenë fati i këti shtetis, do të thotë që shteti e upë funksionimin e shtetit vesë kur të okupon dikush. Problemi më i madh është fidan që fatin tonë gjithmonë e lidhur me vendimarrje të fuqive të mëdha. Në këtë drejtim ne edhe tash presim çka do të thotë dhe si do të reagojë Trumpi. E dyta është shumë shqetësuese, ne po flasim çka do thotë Trumpi, po ne po anashkalojmë fuqinë lobuse të Serbisë. Derisa sot në ambasadat sërbe në Washington i ke më tepër se 200 punësuar, në ambasadat kosovare i ke vetëm do të 3 apo 4 punësuar nuk kanë buzes. E dyta, para sa dite kemi pas një delegacion shumë të rëndësishëm të Këshillit Amerikan Shqiptar, dhe derisa atë delegacion të rëndësishëm e kanë prit edhe kryeministri i Malit Zi, edhe i Maqedonisë, edhe vendet treja të rajonit, dhe jo i Kosovës, besoj është një si simptom shumë negativ, dhe duhet kuptohet që para sa vite Kosova ka pas një pozitë shumë të madhe, se ka pas kompani lobuse, sot Serbia i ka 16 kongresmen që lobojnë për Serbinë, dhe Kosova i ka 2 apo 4 që janë shumë të vjetër dhe nuk komunikojnë. E bojnë shenjë sentiment dhe Kosovës se sa në aspekt jarë. Që në këtë drejtim, i thash këtë që ta kuptojmë që lidhet indirekte dhe strategjia dhe diplomacia dinake e Serbisë, sidomos me lidhjet e fundit që ka kriju me një, me një qasje agresive në lobimin Amerikë, mund të jetë fatale për Kosovën. Prandaj duhet të zgjohemi, sepse Kosova nuk e ka komoditetin e heshjes dhe definitivisht ose tash ose kur jemi në atë rrugën shekspiriane të Kosovës të jetë apo të mos jesh. Dilema e shekullit. Si komentojnë çmimet bazike në Kosovë ka shqit tyrave tona? Se cili për nesh tash me liberalizimin e vizave dhe njeve klasës punëtor këna i betë mundësia me biletat lira, se të mos për aeroportit të Tiranës, me shku mi pa dhe për shumë, nëse krason çmimet në Zermanin, me tyrat mujore që janë atje dhe Kosovën, përbes do këtë veta si të jetu në nefar metropol, ta komplekson Zermanin. Që shpjegot kjo, që shpeja dalëm? I organizum 2 kolegë, njërin Zvicër, njërin Gjermani, njërin Austri, identifikum 10 produkte esenciale që kanë bajnë me higien, me ushqim bazik, dhe ato 10 produkte në Austri, në Hofer, kanë kushtu 57 euro, në Aldi në Gjermani kanë kushtu 53 euro, në Kosovë kanë kushtu 84 euro. Njëtat produkte? Njëtat produkte. Ekstremiti ka qenë Kosovë, Gjermani dhe Zvicër? Austri, Gjermani. Austri, Gjermani dhe Kosovë. 54 Gjermani? 54, 57, 84. Që shpjegot kjo? Pa abozot? Smimin të Kosovë? Kjo është e para. Edhe dyta, do thot, është shumë interesant të thuhet një fakt tjetër që definitivisht në Kosovë flitet për ekonomi, po shumë pak bëhet për ekonomi. Ne definitivisht, po e thëmë ndryshe, si mund të ketë një shtetë stabilitet politik pa zhvillim ekonomik? Si mund të ketë stabilitet social pa zhvillim ekonomik, si mund të përshpejtoj proces integruese pa zhvillim ekonomik. Dhe në qoftë se ne... Me populizm. 24 orë populizm dhe një armik në euforia patriotike dhe e kaluara. Që tha dështimet ekonomike në Kosovë, i thash edhe investimet, jem shef në Serbinë, thash është e vërtet, gjithë të brendi kemi pru dhe s'ka pas interesim. 2 raste. Se gjithë shka është konsideru Serbia. Para 4 vite, një kompani franceze, me cilin kemi taku në Paris, në kohën kur ka qenë ministër Abdullah Hoti, ka nështru kontratë dhe gatishmëri për të investuar në parkon e energjisë së erës në Qiqavic. E ka plotësu çdo kriter, i ka gjetë investimet dhe mbledhjen e parë qeveritare, qeverisë aktuale, është